Zbulohen disa nga kandidatët e Byros Kombëtare të Hetimit. Pas largimit të Aida Hajnajt, SPAK hapi garën për të gjithë të interesuarit dhe kanë shfaqur interes si njerëz nga brenda BK-s, ashtu edhe nga jashtë. Padyshim, emri më i njohur, më i përfolur dhe më i përgatitur është Gledis Nano, ish drejtori i përgjithshëm i policisë. Por gazetari Anila Hoxha ka zbuluar emrat edhe të disa personave të tjerë. Një prej tyre është Gentian Doi, oficer karriere në Policinë e Shtetit për 25 vitesh, i njohur për drejtimin e operacionit Forca e Ligjit dhe aktualisht në krye të Departamentit të Krimit Ekonomiko-Financiar. Doi ka dorëzuar kandidaturën në momentet e fundit sipas burimeve pranë SPAK. Nga radhët e BKH janë dy kandidatë aktiv, Joni Keta, zëvendës drejtor aktual i byros, i cili është shfaqur kohët e fundit në veprimtari me prokurorët e posaçëm dhe partnerët ndërkombëtar, dhe Elton Kërluku, hetues në sektorin e krimit ekonomik. Sipas burimeve, Kërluku kishte shprehur më herët ambicien për të marrë drejtimin e institucionit, por ishte tërhequr më pas. Përveç tyre, përmendet edhe emri i Marinela Pilincit, oficere e policisë gjyqësore pranë prokurorisë së Korçës, me formim në fushën e drejtësisë. Një tjetër emër i përmendur është ai i Mentor Cukut, oficeri i BK-s me përvojë të gjatë në drejtësi, i cili ka mohuar se ka dorëzuar kandidaturën. Komisioni i Përzgjedhjes nuk ka publikuar ende një listë zyrtare të kandidatëve, por pritet që në ditët në vijim të nisin intervista dhe të merret në shqyrtim platformat e tyre për drejtimin e BKH-s.